Sfidat, perspektivat, bashkëpunimet universitare, integrimet, bashkëpunimet në kuadër të programit Erasmus ishin në fokus të ligjëratës së Tahir Shabanit, ambasadori i paqes në botë, para studentëve dhe stafit akademik të Universitetit të Tetovës. Në ligjëratën e tij, Tahir Shabani foli për përballjen me sfidat sociale dhe kulturore, si pjesë thelbësore e formimit të rinjeve në ditët e sotme. Ne jetojmë në një shoqëri gjithnjë më të larmishme, ku ndërveprimi me kultura, ide dhe perspektiva të ndryshme është i pashmangshëm. Tahir Shabani thotë se krahas në UT dhe në universitete tjera shqipfolëse pritet të koordinojnë një agjendë në nivel rektorësh me Bashkimin Evropian që të shikohen programet e bashkëpunimit. Gjitha të programet që mund të kalojnë direkt, pa kaluar përmes qeverisë në Shkup, kalojnë direkt programe arsimore për arsimin e lartë. E kjo është një diplomaci që du të vazhdojnë. Diplomacia kulturore është në favor të studentëve shqiptar, promovimit të tyre dhe mundësit e programe pedagogjike në kodër të binjakëzimeve dhe raporteve bilaterale. Sipas Shabanit, në qendër të vëmendjes do të jetë interesi studentor dhe shkëmbimet e studentëve, krejt kjo në bashkëpunim me disa universitete europiane. Do të diskutojmë mundësit forma për shkollat verore, shkollat dimrore, duke pa mundësit edhe pranë universiteteve franceze dhe tyre helvetike, krijohet mundësia të ketë një shkëmbim përmes tyre dhe organizatave ndërkombëtare. Në kodër të organizatave ndërkombëtare do jetë mundësia që të vinë bojnë praktikat dhe të harmonizohet me misionet diplomatike dhe ambasadat e Maqedonisë së Veriut pranë organizatave ndërkombëtare në Gjenevë dhe Komisionit Evropian në Bruksel. Gjatë ligjëratës u theksua nevoja për zhvillimin e aftësive si mendimi kritik, empatia, komunikimi ndërkulturor dhe bashkëpunimi, të cilët janë thelbësore për suksesin personal dhe profesional. Po ashtu, u diskutua roli i institucioneve arsimore në krijimin e hapësirave gjithëpërfshirëse, si dhe në nxitjen e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit ndërmjet kulturave të ndryshme.